Njësoj si mbi 500 vite më parë, Skënderbeu dhe Donika kurorzuan martesën e tyre në kishën e Dejes. Në organizimin e Altin Andrekaj, kjo dasëm bëri që të rikthehemi në kohët e mëparshme. O Gjergj, jehona kësaj dasme ka marrë dhenë. Po, kjo është viti i dytë rallës që bajmë inskenimin e dasmës së Gjergj Kastriotit bashkë me Donika Ranitin. Këtë rallë kemi mendu marrë pak më ndryshe, mi ndërthur pak edhe me hapjen e turizmit, sepse janë dy gjërat më të rëndësishme që mund na mi gjetë në qytetin e Vaudesit. Për kryetarin e Bashkisë së Vau të Dejës, ky aktivitet i jep start edhe sezonit turistik. Pothuajse më shumë se një muaj që ka filluar fluksi i ardhmë, sidomos në zonën e Lumit Shralës dhe në Koman, ka një fluks shumë të madh. Shpresojmë që t'ia dalim me sukses këtë vit. Në rolin e Skënderbeut dhe të Donikës ishin dy të rinjt Antonio Pietra dhe Aleksia Zeka, të cilët sollën një mishërim të kësaj dasme në sytë të pranishmëve. I gjithë aktiviteti, ku përveç shfaqjes ishte edhe një panajir me gatime dhe prodhime të zonës, erdhi e organizuar nën kujdesin e Bashkisë së Vau të Dejës, ku pjesëmarrës ishin edhe ansambli Rrugova nga Peja. Dasma u zhvillua në oborin e kishës së Shënmërisë, pikërisht aty ku mendohet se rreth 574 vite më parë, Gjergj Kastrioti vendosi kuror në martesë me Donika Ranitin. Sonte, ditën e dasmës sonë. Kisha Shënmërisë është kisha e shekullit 13, më e vjetra që është nga regjimi komunist, dhe ne do të ruajmë këto tradita edhe të na zgjasin sa më shumë pjesa jonë kulturore, trashëgimia kulturore. Edhe ku ka ma bukur se të bëhet në atë vendin që është kurorzu vetë princi i Arbrit, Gjergj Kastrioti. Sa kaq në qytetin e Shkodrës nisi mbrëmjen e së premtes Vala Fest, një aktivitet kulturor dhe sportiv që do të vijojë deri të shtunën në mbrëmje. Sheshi para bashkisë është kthyer në një park ku të gjitha moshat gjejnë veten, nga lodrat për fëmijë te bizneset që kanë promovuar produktet e tyre, deri tek skena e koncerteve ku kanë performuar DJ të njohur. Shqiptarë dhe ndërkombëtar, në Shkodrë kemi nisur me Motel Sazanin, me orkestra, me Sardin, do vijojmë në Durrës, më pas me Alban Skënderaj e të tjerë, do shkojmë në Vlorë dhe në Sarandë. Ky aktivitet vjen me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit dhe Bashkisë së Shkodrës.